Kjo është një fotografi meshkujt e familjes time me fjalë. Unë, baba im dhe Elio. Elio. Do të flasim pas me. Baba juaj, Nga Elio? Unë jam me origjinë nga Berati. Nga Berati? Nga, po. Baba im, kur dola fotografi, këtë ishte një fotograf, atë hajde, thashëm, më xhiri çik me Pilo Pelisterin. Ai e pa kështu, tha, e kam pas drejtor, tha Nozin, traktor, burr zot një, tha. Bëri fotografi, nuk do pagush asgjë, tha, pas javë bëhen gati ato, tha. Fotot. E s'm ka marrë asnjë lek se kujtoj se është Pilo Pelisteri. Pilo Pelisteri, gjithë ata se dini antar i byrës politike, drejtori i kombinatit, ëh? Kombinati autotraktor. Unë më shaka, si ngjan të Pilos. Ai po, është. Baba i vdiq 96 vjeç. Do kap ke 100 centim domethënë. Shok mik me Muslim Ketën. Me atentatorin? Atentatorin. Vetë s'ka bërë atentate kur, po ka qenë shumë mik me Muslim Ketën. Po që për atentatorin Muslim Ketën? Jo, nuk thoshte asgjë, qante, vetëm sa herë që kishte dëgjote edhe këngë për Muslim Ketën. Ishte aksident ajo apo e vran Muslim Ketën? Nuk e di çfarë them. Çfarë thoshte ai apo ti? Nuk thoshte kurrë asnjë gjë. Ky s'fliste, ky më thoshte më vetëm mbyll gojën. Ai do të vrisë edhe në Verozhë? Jo, ky kishte vlerësim për regjimin, për një kishte komunist, sepse thoshte ti se di, thoshte që i ke shtëpia motor shtat në Goxhatazimi ka pas ferra. Dhe Shqipëria është transformuar, po ku merr veshti? Unë Parneta Vura dhe Emil Luan thoshte se ti je kafsh. Më thoshte mua. Kum nga zgjodha. Foto tjetër. Tani kjo është familja jote. Tregoj çik për familjen. Po Roza, vazhdon të jetë gruaja ime. Vazhdon, ëh? Vajza, po. Vazhdon. Po, vazhdon. Se ke bërë, do të thënë, ke pasur një kështu që mund mos e kishte. Po mushim 50 vjet bashk. 50 vjet bashk. 50 vjet bashk. Po kush e ka mbajtur 50 vjet bashk? Jo, prit, frenojnë çik. Kush e ka mbajtur 50 vjet bashk? Durimi i asajt që jeton me mua. Dhe dashuria, respekti që kam për vlerët asajt. Kaq. Mos flasme. Tani dy fëmijë ke, vajzën edhe djalin. Më tregoj çik për fëmijët tuaj. Vajza është e martuar, ka 3 fëmijë. Si quhet vajza e Roma? Eva. Eva ta gëzoj. Eva punon në Rinës. Sa fëmijë ka Eva? 3. 3. Po. 3 fëmijë Eva? 3. Ku punon Eva? Në Rinës. Çfarë punon bën? Atje ku kalojnë pasagerët aty me këto check-in-in. Si jeton Eva? Ka, do të thënë, në linjën të ngjan ty, mamas? Kjo ka shumë dëshirë të thonë gjababit. Ka shumë dëshirë. Ka shumë dëshirë. Ai majmuni vogël që është 35 vjeç tash. Mos e thoj djalit majmunore. Po pritën na thënë gjë për Evën një. Eva, çfarë bën dije ju? Se çfarë bën një kështu dije ju me tullumbacëme? Bëm një inaugurim. Eva hapi një agjenci bashkë me fëmijët e vet, një agjenci udhëtarësh për bileta, me që e njeh fëmijët e sektorit dhe vajza vet ka iniciativë, ka hapur një agjenci. Me gjithë vajzën? Me vajzën dhe me djalin. Mbar të shkruaj. Faleminderit, një agjenci. Udhëtarësh dhe ka kërkesa sepse Eva ka shumë mikesha, miqe, njerëz që e njohin. Shumë mirë. Tani, më foli çik për gazetarin e njohur Elio Laze. Elio aktualisht ka një portal, ti e di ka punuar, ti e i pari që e ke marrë si faqosës në gazetë, dhe ai nuk e haron kurrë. Po mirë se. Jo, po kjo është sa shu fillon diku. Si ecën Elio tani me prizën, ëh? Me priza pikal, mirë është. Luftarake. Jo, i thash unë atëherë, i thash investigime çka bërë. Kur e hapi atë prizën, i thash unë kishte 5-6 gazetari, i thash unë Elet vjedh, babe Elet është marrë rrogë, i thash s'm del. Tha, të mori 2 veta nga i familje nuk lejohen, tha. S'të mori jo? Çfarë thotë më thash? Po s'lejohen më tha. A me gjithmonë e këtë thash be. Po ikë babas të morën ty aty po ikë. Nuk të morin punë. Jo. Her pas here botonte nga këto paradokset e mi merrte nga Facebooku im i postonte aty. Po guante? Apo drejt autorit? Jo. Po si po drejt autorit? Jo, më çfarë autori spyet fare tash. As do bëj ditë fare. Foto tjetër. Këto janë 2 motrat e mia. Po? Unë jam këtu. Se ne ku ishim të vegjël atëherë na përgatisnin për ushtar, por na qethën qyf fëmijë. Na bënin gati që